Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Edukimi Europian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë është një ndër projektet që po zhvillohet nga Universiteti i Gjirokastrës. Në këtë kuadër u mbajt një forum i hapur që pati në qendër fokusin dhe rolin e institucioneve europiane. Rritja e çmimit të naftës po ndikon dukshëm edhe tek produktet e tjera ushqimore. Konsumatorët në Gjirokastër ankohen sidomos për çmimet e larta të zarzavateve, veçanërisht atyre të importuara. Sipas tregtarëve, çmimet e frutave dhe perimeve në tregun e shumicës janë rritur mesatarisht 20 deri në 70 lekë për produkt, duke ndikuar drejt për drejt në xhepat e qytetarëve. Aktualisht 1 litër naftë tregëtohet me 214 lekë, ndërsa benzina ka arritur 199 lekë për litër, duke bërë që kostot e jetës të rriten ndjeshëm për familjet. Kalaja e Gjirokastrës vazhdon të tërheq turist vendas dhe të huaj duke u bërë një nga pikat më të vizituara kulturore në Shqipëri. Vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit, ky objekt historik ka mirëpritur 11.500 vizitorë, duke kthyer qytetin e Gurt në një destinacion që frekuentohet gjatë gjithë vitit. Egnant Elmazi, i riu nga Ksamili, ka gjetur një mënyrë të veçantë për të shndruar pasionin e tij në profesion. Ai ka rikuperuar një rulet të vjetër dhe e ka transformuar në berberanën e tij, duke krijuar një hapësirë unike për klientët. Për të, kjo nuk është thjesht një biznes, por një mënyrë për t'i dhënë jetë diçkaje të haruar dhe për të sjellë risi në komunitet. Ju njohim tani më gjërësisht Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, në një prononcim për mediat u shpreh se paketa e maleve synon në rritjen e zhvillimit ekonomik lokal, ndërsa deri në vitin 2026 priten rreth 1000 aplikime që do të përkthehen në 10 miliona euro dhe investime nga vetë qytetarët. Ai theksoi se këto investime do të kenë një impakt të ndjeshëm ekonomik, veçanërisht në zonat më të thella dhe ato me prioritet turizmin. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, ka sqaruar se paketa e maleve nuk është një nismë për zgjidhjen e pronësisë, por një instrument për zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonave malore. Ai theksoi se qëllimi kryesor është nxitja e investimeve private në agroturizëm, bujqësi dhe infrastrukturë, me synim rigjallërimin e territoreve malore. Sipas tij, bashkitë kanë rolin kryesor në proces, pasi ato identifikojnë zonat e përshtatshme, kryejnë verifikime dhe garantojnë plotësimin e kushteve. Aplikimet që ne flasim sot nuk janë thjesht shprehje interesi, por janë aplikime reale që janë të bazuara brenda zonave prioritare që tashmë janë të shpallura, që do të thotë që ka një probabilitet, le të themi, suksesi relativisht të lartë. Ajo çfarë unë do të nënvizoja është fakti që nëse ne referohemi objektivet që kemi vendosur që brenda vitit 2026 ne të kemi 1000 aplikime, tu flasim për disa 10 milion euro investime që vetë qytetarët do të realizojnë në territor, të cilat do të kenë një impakt ekonomik të konsiderueshëm. Vlera fillestare për këto 1000 aplikime do të jetë, unë besoj që është së paku 50 milion euro investime në territor, në zona të thella, por patjetër edhe në zona të tjera të cilat kanë prioritet zhvillimin e turizmit, të gjykuar nga vetë bashkitë, dhe jam i bindur që të gjitha këto investime nuk është thjesht impakti ekonomik që do të kenë thjesht për vlerën e investimit apo të qoftë edhe për punësimin, por duhet kuptojmë që ne kemi raste pafundtashme në Shqipëri që subjektet caktuara, nismat caktuara, sipërmarrjet caktuara kanë ndryshuar rrjedhën ekonomike të zonave të tëra. Dhe ajo çfarë ne besojmë është që paketa e maleve jep pikërisht mundësi të gjithë këtyre njerëzve të cilët me shumë dashuri dhe mund duan që të bëjnë ndryshimin në tokën për ata nga kanë ardhur. Prandaj ne besojmë fort që paketa e maleve do të jetë një sukses i padiskutueshëm për zhvillimin ekonomik lokal dhe unë jam po aq i bindur që dhe vetë kryetarët e bashkive janë shumë motivuar që ta çojnë përpara këtë paketë. Në kuadër të kësaj pakete, Kryeministri Rama ka njoftuar ngritjen e një task force në çdo bashki për të monitoruar dhe ndihmuar procesin e aplikimeve. Lehtësia më e madhe për investitorët është ajo fiskale. 500 përfituesit e parë që do të marrin kontratën nuk do të paguajnë taksa dhe tatime për 10 vitet e para, një stimul i fortë për të tërhequr projekte të reja zhvillimi në zonat malore të vendit.
Gjatë vizitës zyrtare në Paris, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi takime të zgjeruara duke u fokusuar tek hapja e liceut francez të Korçës, një iniciativë mes qeverisë shqiptare dhe franceze që do t'i mundësoj nxënësve të përfitojnë diplomën franceze me orientim shkencor. Ministri zhvilloi gjithashtu takime me drejtorin e përgjithshëm të UNESCO-s, ku diskutua përfshirja e ekspertizës së organizatës në programin pas shkolle dhe reformën e kërkimit shkencor në kuadër të rishikimit të ligjit për arsimin e lartë në Shqipëri. Gjatë vizitës zyrtare në Paris, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro zhvilloi takime të zgjeruara me përfaqësues të politikës, jetës akademike dhe sektorit arsimit, me fokus bashkëpunimin dhe punën për hapjen e liceut francez të Korçës, si marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe asaj franceze. Ajo u takua me ministren për frankofonin, partneritetet ndërkombëtare dhe shtetasit francez jashtë vendit, ku diskutuan për ofertën arsimore të liceut si një institucion që do t'u mundësojë nxënësve të përfitojnë diplomën e maturës franceze me orientim shkencor. Ishte pikërisht frankofonia që na bashkoi në një takim të veçantë me ministren për frankofonin, partneritetet ndërkombëtare dhe shtetasit francez jashtë vendit, Eleonore Karoid, në një moment të rëndësishëm për themelimin e bashkëpunimit në arsim mes dy vendeve tona. Diskutuam gjatë për avancimin e projektit për liceun francez të Korçës, një iniciativë që po merr formë dita ditës, ndërsa me palën franceze po koordinojmë edhe detajet e fundit për ta kthyer në një model ekselence në arsimin parauniversitar. Ky bashkëpunim shkon përtej një projekti të vetëm, duke forcuar lidhjet arsimore, kulturore dhe gjuhësore mes Shqipërisë dhe Francës dhe duke krijuar më shumë mundësi për të rinjtë tanë në një kontekst gjithnjë e më ndërkombëtar, tha Kumbaro. Gjithashtu Kumbaro zhvilloi një takim me këshilltarin e presidentit francez Emmanuel Macron për shkëmbim ekspertiza mbi projektet në fushën e arsimit dhe frankofonisë. Gjatë këtij takimi u diskutua për liceun francez të Korçës, si dhe bashkëpunimin mes Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Universitetit Teknologjik të Campaign. Këshilltari i presidentit Emmanuel Macron u shpreh se ishte një kënaqësi e veçantë shkëmbimi idesh mbi projektet tona në fushën e arsimit dhe frankofonisë, si liceu francez i Korçës dhe bashkëpunimi mes Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Universitetit të Campaign, duke konfirmuar se marrëdhëniet tona po hyjnë në fazë të re më dinamike. Shumë e rëndësishme është mbështetja nga presidenca franceze për këto iniciativa, ku edhe vetë liceu francez i Korçës është një projekt i iniciuar nga presidenti Emmanuel Macron dhe kryeministri Edi Rama si pjesë e bashkëpunimit të ngushtë mes dy qeverive. Ky është një hap konkret drejt forcimit të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Francës, ku arsimi, gjuha dhe kultura bëhen ura të qëndrueshme bashkëpunimi, duke i dhënë një dimension të ri ndërkombëtar zhvillimit të vendit tonë dhe perspektivës evropiane të rinjve shqiptar, nënvizoi ministria Kumbaro. Më herët në selin qendrore të UNESCO-s, ministria Kumbaro u takua me drejtorin e përgjithshëm të organizatës, Kaelt El Nany, për të përfituar nga ekspertiza e UNESCO-s në programin pas shkolle, si edhe në reformën e kërkimit shkencor në një moment ku Shqipëria po rishikon ligjin për arsimin e lartë. Edukimi Europian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë është një ndër projektet që po zhvillohet në Universitetin e Gjirokastrës. Në këtë kuadër u mbajt një forum i hapur që pati në qendër funksionin dhe rolin e institucioneve europiane. Roli dhe prioritetet e Komisionit Evropian ishte forumi i hapur akademik i zhvilluar në Universitetin e Qrem Çabej nga Departamenti i Administrimit Publik, në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë. Qëllimi i këtij organizimi, sipas përgjegjëses së departamentit Iliriana Zyberi, është përgatitja e studentëve dhe pedagogëve me disa njohuri themelore për Bashkimin Evropian. Ky forum konkretisht u organizua këtë radhë për Komisionin Evropian, i cili quhet edhe motor i institucioneve të Bashkimit Evropian, i cili zbaton politikat, i vendos dhe zbaton politikat, si dhe bën mbrojtjen e qytetarëve të Bashkimit Evropian, të tilla që janë të domosdoshme edhe për ne shqiptarët, duke qenë se aderojnë për në Bashkimin Evropian. Implementimi i projektit të mbështetur nga Jean Monnet dhe Erasmus Plus do të vijojë edhe me sesionet e tjera informuese, ndërkohë që në kuadër të tij është futur në programin mësimor edhe një kurrikulere. Ka ndërmarrë dy shtylla kryesore në kuadër të këtij projekti. E para është përmirësimi i një kurrikule
të re, e cila u fut në planin mësimor, që është bazat e qeverisjes europiane, dhe nga ana tjetër ka ndërmarrë dhe nismën për të organizuar disa forume ose disa sesione të hapura në lidhje me njohuritë e Bashkimit Evropian. Këtë radhë ishte njohuri për Komisionin Evropian, herë të tjera do të ketë për institucionet të Bashkimit Evropian, si Parlamenti Evropian, të drejtat europiane e të tjerë. Gjatë forumit u diskutuan edhe shtyllat kryesore të agjendës aktuale të Bashkimit Evropian, si marrëveshja e gjelbër, tranzicioni digjital dhe plani rritjes për Ballkanin Perëndimor. Rezultatet e synuara nga ky projekt janë botimi i një libri universitar, 3 artikuj shkencor, rritja e kapaciteteve kërkimore, si dhe ndërtimi i një komuniteti të qëndrueshëm akademik në fushën e studimeve europiane. Rritja e çmimit të naftës po ndikon dukshëm edhe tek produktet e tjera ushqimore. Konsumatorët në Gjirokastër ankohen sidomos për çmimet e larta të zarzavateve, veçanërisht atyre të importuara. Sipas tregtarëve, çmimet e fruta perimeve janë rritur mesatarisht 20 deri në 70 lekë për produkt, duke ndikuar drejt për drejt në xhepat e qytetarëve. Aktualisht, 1 litër naftë tregtohet me 214 lekë, ndërsa benzina ka arritur 199 lekë për litër, duke bërë që kostot e jetesës të rriten ndjeshëm për familjet. Rritja e çmimeve të karburanteve po shoqërohet me ndryshime të vazhdueshme edhe në Gjirokastër. Aktualisht 1 litër naftë tregtohet me 214 lekë, ndërsa benzina ka arritur në 199 lekë për litër. Ndërkohë, gazi vjontu shitet me 64 lekë për litër. Kjo situatë është ndjerë drejt për drejt nga qytetarët, të cilët shprehen se çmimet e larta të karburanteve po ndikojnë edhe në rritjen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore. 10 fishin e çmimeve mos e që blenim. Ushqimore, veçmathje dhe tëra. Me 2200 nafta se përballojmë dot. Të largët jemi. Të mirën masa të ulet çmimet 3500 domatja, njëra tjetra perime, tëra ushqimet. I pa përballueshme. Po është e përballueshme, po reduktojnë lëvizjet. Do të merren masa, të ulet aksiza, të ushtrohen kontrollet, karburante, që mos ketë abuzime. Po u ngrit nafta, do ngrihen të gjitha çmimet. Nafta është e lidhur me çdo gjë. Rritja e çmimit të karburanteve në Gjirokastër ka sjellë edhe rritjen e çmimit të frutaperimeve në tregun e shumicës apo pakicës. Tregëtarët shprehen se këto ditë ka patur një rritje të ndjeshme të çmimeve, të cilat kanë bërë që konsumatorët të ulin sasinë e blerjeve, pasi këto çmime aktuale janë të papërballueshme për ta. Shumë ka ndikuar që të arrijë domatja 3200 lekë nuk ka bërë vaki. Sa ka qenë para e nafta? Kur ka qenë nafta ka qenë 1600, 1700, 1750. Nuk ka arritur kur domatja këtë çmim. S'ka arritur speca me këtë çmim. Sa speci? S'bër vaki. 3200 lekë speca. Nga? Na ka qenë 2200, në këtë kohë ja 2500. Po domatja jo. Domatja në këtë çmim. Pa mirë, këto gjërat e tjera nuk kanë rritur në një shumë të madhe, për shembull patateta, molla si në këtë kohë, kështu ka qenë, po këto njëherë çmimet këto çvina importi këto kanë arritur kulmin më. Barbunja ka qenë në këtë kohë ka qenë e shumë 2500 lekë, sepse se është malli i parë, është fillimi. Kurse tani 6.000 lekë. Ndërkohë, po ushtrohen kontrole në treg nga bordi për të monitoruar situatën dhe për të shmangur abuzimet me çmimet. Sipas tyre, do të vijojnë verifikimet në terren me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e një tregu të drejtë. Kalaja e Gjirokastrës vijon të tërheq turist vendas dhe të huaj, duke u bërë një nga pikat më të vizituara në Shqipëri për sa i përket objekteve kulturore, vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit. Ky objekt historik ka mirëpritur 11.500 vizitorë, duke kthyer qytetin e Gurt në një destinacion që frekuentohet gjatë gjithë vitit. Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga asetet më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj, vizitor nga vende të ndryshme të botës, por edhe shqiptar nga të gjitha trevat. Dalen për të eksploruar historinë, arkitekturën dhe panoramën unike që të ofron ky monument i rrallë. Turistët shprehen të impresionuar nga madhështia e kalas, muzeu i armëve dhe pamja piktoreske mbi qytetin e Gurt, duke e konsideruar një destinacion që ja vlen të vizitohet.
Më pëlqen shumë Kalaja, është vërtet mbretëlënse. Pamja nga lart është e mrekullueshme dhe qyteti duket si një kartolinë. Është një vend që duhet vizituar patjetër. Është hera e parë që vim në Gjirokastër dhe jemi shumë të impresionuar. Historia që mbart kjo kala dhe mënyra se si është ruajtur janë të jashtëzakonshme. Do t'ua rekomandonim të gjithëve ta vizitojnë. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, Ardis Duka, thekson se fluksi i vizitorëve ka ardhur në rritje, ku nga janari deri tani numërohen 11.500 turistë, ndërsa po vjen puna për përmirësimin e kushteve dhe promovimin e mëtejshëm të kalas. Gjatë kësaj periudhe kohe ka patur rreth 11.500 vizitorë. Pra, do të thoya një shifër e konsiderueshme, pasi është rreth 1.500 vizitorë më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Pra tregon një rritje dhe një trend rritës i cili mendoj që do të pasqyrohet gjatë gjithë vitit 2026. Nisur nga problematikat e muajit janar për shkak të problemeve me rreshjeve apo dhe dëmtimeve të infrastrukturës, në muajin janar ka patur një farë rënje të numrit të vizitorëve krahasuar me 2025, gjë që kompensuar në muajin shkurt dhe vazhdon trendi i rritjes dhe në muajin mars. Gjithashtu dua të theksoj që kanë vizitorë në Kala. Në shumicën ndërmuese të tyre kanë qenë vizitorë të huaj, pra 60% e vizitorëve janë vizitorë të huaj dhe 40% janë vizitorë vendas. Etnitë kryesore të cilat kanë vizituar këtë Kala dhe qytetin Gjirokastër, janë 41 vende të botës, janë nga 41 vende të botës, ku kryesojnë vizitorët grek, amerikan, spanjoll dhe francez, me përqindje të parafort, pra diku te 10% secila etni. Vazhdojmë përgatitje duke rritur sigurinë dhe vendosjen e disa elementeve informues për vizitorët për të patur parasysh për rrezikun e sigurisë, pasi dhe numri shumë i lartë i vizitorëve sjell rrezik të shtuar. Gjithashtu vendosjen e sinjalistikës informuese dhe tabelave, rifreskimi i tyre, pasi dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve është aktualisht duke hartuar një projekt për të vendosur një sinjalistik të plotë në gjithë Kalën e Gjirokastës. Kalaja e Gjirokastrës mbetet një pikë referimi për turizmin kulturor, duke tërhequr çdo vit mijëra vizitorë dhe duke kontribuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të zonës. Qyteti antik i Butrintit po tërheq gjithnjë e më tepër turistë të huaj, duke u bërë një pikë kyçe e turizmit kulturor në vend. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia tha sot se Butrinti po afirmohet si një destinacion me vlerë të shtuar në arenën ndërkombëtare. Ai shtoi se të dhënat flasin qartë, 96% e vizitorëve janë të huaj, duke reflektuar një profil turizmi shumë tërheqës. Ndërsa koha mesatare e qëndrimit prej 2.4 orësh dëshmon se Butrinti nuk është thjesht një ndalesë, por një eksperiencë që po përjetohet. Sipas shifrave të publikuara në rrjetet sociale nga ministri Gonxhia, në 2025 Butrinti u vizitua nga 295.152 vizitorë. 147% më shumë vizitorë se në 2023, ku 96% e vizitorëve ishin të huaj nga shtete si Franca, Gjermania, Polonia, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Franca e të tjerë. Shifra tregojnë se 80.6% e vizitorëve janë me arsim universitar, 70% janë të punësuar, 11.2% janë të vetë punësuar, 10% e vizitorëve janë student, 7.8% e vizitorëve janë në pension. Parku Kombëtar Arkeologjik i Butrintit ka një sipërfaqe prej 15 hektarësh dhe ndodhet në lartësi 30 deri në 50 metra mbi nivelin e detit. Ai është ngritur në këndin juglindor të Gadishullit të Ksamilit, ka një pozitë mjaft të mbrojtur natyrore, duke u larguar nga të dy anët nga liçeni i Butrintit, gjysmë të kripur dhe gjysmë të ëmbël, ndërsa në njërin anë kanali i Vivarit. E ngarkuar me punë pranë ambasadës amerikane, Nancy Van Horn dhe ambasadori holandez Reynon Vos vizituan fushën e gazit në Delvim për të eksploruar mundësitë në sektorin energjetik të Shqipërisë. Ambasada e SBA-s në Tiranë dau disa momente nga vizita e zhvilluar javën e kaluar, duke theksuar rëndësinë e një mjedisi rregullator transparent për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare.
Ambasada e SBA-s nënvizon se presidenti Trump po nxit një epokë të re të rritjes së prodhimit energjetik amerikan, me investimet amerikane që forcojnë sigurinë energjetike globale, duke theksuar rëndësinë e një mjedisi rregullator transparent për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare. E ngarkuara me punë, Nancy Van Horn dhe ambasadori holandez vizituan fushën e gazit në Delvin javën e kaluar për të eksploruar mundësitë në sektorin energjetik të Shqipërisë, thuhet në njoftimin e ambasadës së SBA-s. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë në Gjirokastër referuan në prokurori materialet ku nisi procedimi penal për EA 42 vjeç, banore e qytetit, pasi ka braktisur foshnjën e lindur më 21/3/2026 në maternitetin e Spitalit të Gjirokastrës. Në Tepelen, specialistët referuan në prokurori dhe shpallën në kërkim KH 38 vjeç, banues në Memaliaj, i dyshuar për vjedhje të disa bizhuterive në banesën e SHL në fshatin Hormov, po punohet për kapjen e tij, ndërsa në përmet prokuroria mori materialet për veprime të mëtejshme ndaj dy vëllezërve, atë 36 vjeç dhe atë 41 vjeç, banues në qytet. Të dy të dyshuar se për motive të dobta ndaluan dhe goditën me sende të forta automjetin e AQ 19 vjeç, banues me lagjen e re të përmetit. Materialet proceduriale janë dorëzuar pranë prokurorisë së gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Egnant Elmazi, i riu nga qyteti Ksamilit, ka gjetur një mënyrë të veçantë për të kthyer pasionin e tij në profesion. Ai ka rikuperuar një rulot të vjetër dhe ka transformuar në berberanën e tij, duke krijuar kështu një hapësirë unike për klientët. Për të, kjo nuk është thjesht një biznes, por një mënyrë për t'i dhënë jetë diçkaje të haruar dhe për të sjellë risi në komunitet. I riu Egnant Elmazi nga Ksamili ka 7 vite që ka zgjedhur të ndjek pasionin e tij si berber, që në fillim ai ndoqi një kurs profesional për të mësuar zanatin dhe më pas nisi të punojë me përkushtim në këtë fushë, duke e kthyer në profesionin e tij të përditshëm. Gjatë këtyre viteve ai tregon se puna e berberit ka si vështirësi ashtu edhe anë të bukura. Sipas tij trendet ndryshojnë vazhdimisht dhe meshkujt sot kujdesen gjithnjë më shumë, jo vetëm për flokët, por edhe për mjekrën dhe pamjen e fytyrës, gjë që e ka bërë të përshtatet vazhdimisht me kërkesat e klientëve. Kam gati 7 vjet që kam nisur si berber. Kam bërë një kurs rreth 6 muaj dhe tani kam punuar si punëtor, tani kam vesh gati viti 2 që kam hapur berberanën time që e kam stajuar në të lloj mënyre. Ka qenë pasioni im, më ka pëlqyer që në fillim si punë, edhe kam vendosur që ta ndjek, ta bëj. E mësove nga kursi apo kishe filluar që i vogël të mësoje të? Them drejtë nga kursi, se s'kisha ku e praktikoja më përpara, dhe nga aty nga kursi duke filluar, duke mësuar, duke praktikuar me shokët, me njerëzit, edhe duke ardhur këtu ku jam sot. Për të qenë e vështirë shumë, por është edhe e bukur. Sa e vështirë është edhe e bukur. Do me thënë, ti si berber duhet të krijosh atë fantazinë tënde që ke aty me njerëzit, me flokët, me çdo gjë. Çdo çun tani që mundohet të arrisë dhe mjekrën, kërkon dhe për mjekrën, kanë dalë si trende tani që duan mjekër gjithë pothuajse dhe po ka dhe nga ata që kërkojnë vetëm për flokët ose vetëm për mjekrën. Dikura i punonte në berberanët e zonës, ndërsa prej gati 2 vitesh ka hapur biznesin e tij. 25 vjeçari ka sjell një risi të veçantë në zonë duke e kthyer një rulot në berberan, e cila po tërheq vëmendjen si nga vendasit ashtu edhe nga turistët e shumtë që vizitojnë në zonën gjatë sezonit turistik. Një ide shumë e veçantë kjo, në një rulot. Po. Berber në një rulot, si shihet nga vetë klientët e tu? Unë kam parë që edhe shumë njerëz vinë këtu thjesht për të kërkuar foto, sepse ju duket diçka e veçantë. Edhe shumë njerëz vinë edhe për ta provuar si një eksperiencë e re, domethënë të qetën në një rulot. Kam pas një dyqan, edhe pasi mbylla dyqanin mendova të bëj diçka të veçantë, pasi këtu në Ksamil u hapën shumë dyqane berberash. Edhe mendova thash të bëj diçka të veçantë që të jem më ndryshe nga të tjerët. Edhe mendova të bëja këtë rulotën, e kam sajuar vetë, e kam bërë gjithën vetë siç e shikoni juve këtu. Çdo gjë e kam bërë unë. Lëviz me të apo thjesht qëndron këtu? Për momentin kam gjetur vetëm këtë vendin këtu.
por kjo është edhe e lëvizshme, por nuk e di, të shikojmë më vonë edhe mund të bëjmë të lëvizshme, të shkojmë nga një vend në tjetrin. Si shihet nga turistët? Vinë turistë tek ti? Po, shikohet diçka e veçantë, njerëzit kur kalojnë, shikojnë, thonë, wow, ke bërë diçka shumë të bukur, ke bërë diçka të veçantë që jo shumë njerëz e kanë parë edhe një herë tjetër këtë gjë. Ky shembull tregon qartë se pasioni dhe këmbgulja mund të shndërrohen në sukses edhe kur fillon me hapa të vegjël. Historia e Gnant Elmazit është një dëshmi se ideja, guximi për të inovuar dhe përkushtimi në punë mund të sjellin një ndryshim të dukshëm në komunitet, duke e bërë një shërbim të thjeshtë, një eksperiencë moderne dhe tërheqëse për të gjithë. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.